Motra e Gjestit Blerina ndërmerr hapjen e papritur ndaj Eglit, ndërka Gjesti thyen rekordin tjetër. Duket se marrëdhënia midis Eglit e motrës së Gjestit Blerinës po kalon një krizë tjetër të thellë pas së rikthimit. Duket se as Blerina nuk po e përkrah më. Rikthimi i bushëm i Eglit në qendër të vëmendjes duket se ka nxitur përplasje të tjera pasi ajo ka vendosur që ta vendosë Gjestin kundërshtar në këtë rihyrje. E pas raportimeve se Eglit i kanë humbur mbi 30.000 ndjekës vetëm në 4 ditë, duket se një situatë që po sugjeron se ndjekësit e Gjestit po e lënë në baltë ka qenë edhe motra e saj. Marrëdhënia e tyre, e cila në fillim duke si ishte më së korrekte, teksa motra e Gjestit Blerina u shpreh dhe se mirëpreste Eglin si kunat nëse do ndodhte një lidhje midis shiftit. Duket se tani ka ndërruar komplet drejtim. Duke hulumtuar në profilin e sotëm të Eglit, u vëret se Blerina duket se e ka hequr nga followersat, ndërsa përkundrazi Egli vazhdon ta ndjek. Ky veprim i Blerinës ka shkaktuar një gazollim të madh midis ndjekësve fansave të dyshës, teksa kam pyetur më tepër se ç'po ndodh në këtë bif të ri jashtë shtëpisë. Duket se nga ana tjetër e kundërta po ndodh në faqen zyrtare të Gjestit, i cili ditën e djeshme ka thyer një tjetër rekord. Ai ka shënuar arritjen e madhe ku ka shprekur shifrën breslënëse për 500.000 ndjekësish në Instagram. Kjo është një dëshmi e madhe e popularitetit dhe ndikimit të madh të tij në këtë edicion të Big Brother VIP, teksa kujtojmë se në vendin e dytë ndodhet pikërisht Egli, e cila ditë pas ditë po i bien followersat. E duket se kjo sadopak është edhe ndikimi i fansave të Gjestit.